Mendoj që rasti zotit Meta ka qenë një ndër veprat më të rënda që ka ndodhur ndaj imazhit të institucionit të presidentit, kryeministit, të deputetit, të gjithë atyre që ne themi institucione të cilët zoti Meta ka shërbyer. Mënyra se si është proceduar ka qenë një kënaqësi politike për zotin Rama, sepse zoti Rama vendosi policinë e partisë së tij nëpërmjet zotit Proda që të bëjë këtë arrestim, i cili ishte i paligjshëm dhe madje ky arrestim ka qenë në shkelje të rregullave të manualit të brendshëm të policisë së shtetit. Zoti Proda progëzoi sepse është militant i Partisë Socialiste dhe ajo arseluan topi duke bërë këtë krahasim. Nuk e pash unë ku kishte ndonjë ndryshim, pra nuk e pash unë ku kishte ndonjë reagim të keq dhe ju ta keni parasysh, ju a them unë një burim të saktë që zoti Meta vendimi i arrestimit ju dha 3 orë pasi ka vajtur në atë që themi ne të bllokun e sigurisë, te Minepeza, 3 orë pas. Pra, zoti Dumani dhe zoti Proda, si shërbëtor të Partisë Socialiste dhe zotit Rama, kanë keq përdorur legjislacionin duke bërë kënaqësinë e atë që zoti Rama donte gjithmonë edhe të porositur nga Asambleja e Partisë Socialiste, duke goditur zotin Meta në atë formë përpara qytetarëve shqiptar. Por ajo gjë për mendimin tim është thjesht një loj që bën zoti Proda, por zoti Proda duhet kuptoj se si kanë përfunduar dhe punonjës të tjerë të policisë së shtetit që janë futur në burg nga ana e zotit Dumani. Dhe zoti Proda duhet ketë kujdes mos bëhet statistik e spakut të partisë që përdor manualin e 1144. Uroj zotit Proda të shikojnë me sy rezultatin, sepse zoti Proda ta keni parasysh do dali pa punë pas policisë së shtetit, Pra, zoti Proda, me ligjin e policisë së shtetit, del direkt në pension, ta keni parasysh. Pra, nuk do të jetë më funksionar i policisë së shtetit, thjesht do jetë në akademinë e policisë së shtetit. Imagjino çfarë do prodhoj ky njeri nesër kur të ikë nga drejtuesi i policisë së shtetit. Do prodhoj dhunues më të mëdhej duke justifikuar dhunën si të ligjshme. Pa e kuptoni çfarë do bëjë zoti Proda. Prandaj unë mendoj që zoti Proda me këto qendrime i bën keq vetes së tij dhe jo partisë e ka dashuri të madhe. Prandaj, për mendimin tim, zoti Proda le të mendohet shumë mirë kur flet ndonjëherë, sepse është gjëja më pozitive të mendohesh, sepse zoti Proda është krye polici i vendit, nuk është një avokat i cili ka mundësi të bëjë një interpretim apo një gazetar apo një analist. Është krye polici, ka përgjegjësi. Dhe në rast se zoti Proda ka bërë sot një vepër penale, ajo parashkruhet pas 10 vitesh, supozojmë. Dhe qeveria që vjen pas shumë vitesh thotë, hajde këtu po, partia të mbështetit, tani hajde të mbështet ligjin nga mbrapa ashtu siç duhet në pikpamjen juridike dhe politike, sepse të gjymon ligjin nga mbrapa. Pra, të gjymon. Pse të gjymon? Sepse kështu është taksative ana ligjore. Prandaj them që zoti Proda të ketë kujdes se nuk është mirë për të. Tani ai a do të dhunojë gjithë shqiptarët? Ai e bën këtë gjë, se e dhunoi shqiptarët duke i thënë motopatinat, futen në burg njerëz me motopatina. Gjobiten ata me motopatina, pa u bazuar në një ligj, pa u bazuar në një akt në ligjor, asgjë. Ju e pat shumë mirë që bëri Proda, çfarë bëri? Bëri normimin e ligjit penal për sa i përket parkimit me paralel në rrugë. Parkimit dysh në rrugë. Pra e kupton në cilën paranojën janë. Pra paranoja e tyre është e tmerrshme, prandaj qytetarët duhet të zgjohen. Ndërkohë që nuk kemi reagim. Nuk besoj të monopatinat kape vetëm opozitar. Besoj që kape edhe militant komunist Partisë Socialiste, besoj ta pyesim zotin Proda. Dhe ata militantë të Partisë Socialiste ta kuptojnë fare mirë çfarë është kjo me motopatina që ta merr tjetri pas sukurinë tënde dhe ta bllokon dhe thotë ty t'jap llogari ty. Kjo është partia juaj e cila do ju marrë me vete dhe do ju çojë atë ku ju nuk e imagjinoni. Përveç kësaj e pe lajmin që Anglia 700 shqiptar, familje shqiptare do të sjellin në Shqipëri. Maj Edi Rama se këta shkuan socialistët e famshëm, patriotizmi tha, "Adrisa ju pëlqen Edi Rama që ka super nona dhe pas keni polici shteti, keni pasur prokurori, keni gjitha. Pse rrini këtu në Angli, nuk e kuptoj." Ndërkohë avokat, nuk kemi një reagim për atentatin e Rinasit, Po pse ti mendo se mbajnë përgjegjësi ata, apo tani tallesh tani me mua? Jo, duke qenë se aty ishte i përfshirë edhe një po të ishe ti me motopatin aty, do të kishte arrestuar, do të kishte hedhur në tokë. Po të kishte lënë makinën ti aty, do të kishte ardhur policë dhe të bënte moral. Vagabonda policat që bledhin lek gjoba për të mbyllur gropat e kësaj qeverie hajdute. Mirë.
Se kështu është e vërteta. Dhe policët pastaj flaken si prezervativ në rrugë. Ja themi kështu më mirë, sy për sy dhe ta kuptojnë, si prezervativ ju edhin. Bëja gropën tjetrit, po do të vi tjetrit ta bëj gropën në zotëri. Qartë. Nuk mendoni ju se keni ligjin edhe jeni mbi ligjin. Ose jeni në ligj dhe zbatoni ligjin, ose do keni pasojë ku ju e shkelin ligjin. Qartë. Dhe prandaj po ju them, dhe ajo që ndodhe në Rinas, zoti Prota sot duhet ishte zhveshur nga drejtimi i policisë së shtetit. Bashkë me ata maskare gjobdhënës polica që janë për rrugë, që mbushin arkat e shtetit për të mbuluar korrupsionin kësaj qeverie, edhe vetë nuk ja mban prapanica që të më kërkën ato pagat e prapambetura. Qartë. E na thënë, o avokat del televizor thënë ai gjë për ne që ç'a të them për ju? Që jeni bërë një me policinë e bandave. Tjetër është policia e shtetit, tjetër është policia e partisë. Ç'a t'ju them? E fundit që dua të flasim bashkë pa të marrë edhe ty shumë kohë është në vijim të këtij muhabeti të drejtësisë të SPAK-ut. Zoti Berisha në SPAK për 21 janarin që ta qartësojmë si person në dieni, jo si nënhetim apo si i pandehur, që se bëhet shumë zhurmë, po themi mediatikisht për këtë gjë. Unë aplikën se mora të pandehur më të mbarën punë se këta ta bëjnë edhe këtë që... E pra, do më thënë, si e shef, po themi të ardhme. Shiko, se ka një gjë, a do duhet të shkojnë të gjithë personazhet e lartë të politikës të përfshirë në atë ngjarje si persona në dieni në SPAK, duke përfshirë këtu dhe zotin Rama, a kupton? Lulzim Basha i pare, Ina Rama, Edi Rama, Tom Doshi, Sajmir Tahiri, mos gaboj Erion Velia ka qenë, nuk e di, po edhe Erion Velia, gjithë ata të cilët ishin edhe nga krau brenda edhe jashtë, edhe Agron Malaj, i cili ishte kryetari i Bashkisë së Matit nga Partia Socialiste dhe ishte në vijën e parë të ngjarjes. Edhe pastaj e bërën deputet. Pra, nuk mundi zotëri të më thosh, vrasja 21 janarin ndodhi nga Saliu, ku ndërkohë ai që ka qenë në vijën e parë ka qenë kush? Ai që sot është i Partisë Socialiste. Tani, o duhet të jesh shumë idiot, po kur flas idiotësia është në kulm, sepse nuk e mundësi të logjikosh, o diçka nuk shkon mirë, sepse unë në 21 janar kam kuptuar që të gjithë ata njerëz të cilët kanë qenë në 21 janar sot i ke të privilegjuar zotëri. Ku e ke zonjën Ina Rama? Në antare komision të pavarur të apelimit. Pavarur. Gjithsesi, të apelimit të gjyqtarit. Ku e ke sot zotin Agron Malaj, deputet parlament shqiptar në përkar kryetar. Pra, vetëm këto të vogla ti mund të kuptosh çfarë po bëhet. Dhe sigurisht duhet shkojnë të dëshmojnë të gjithë. Po, kemi vrasje, po e di çfarë kemi? Kemi dhe kryengritje paralel. Kush e organizoi zotri? Kush e çoi qytetarët shqiptar në vrasje? Se si çova unë, i çova ajo mungesa e famshme, nuk ishim demokracinë e atëherë, se tani të lulëzojmë nga demokracia edhe nga zhvillimi ekonomik. Edhe kemi bërë eksodin më të madh të shqiptarëve në jashtë shtetit. Pra, çfarë ndodh? Do ajo pikërisht që kemi thënë vazhdimisht, që sot të nderuar jemi në një situatë kur qytetarët shqiptar duhet të reflektojnë, sepse jemi bërë statistika për të huajt dhe për Shqipëri jemi bërë statistikë se si do të përfundojmë, mos them një fjalë sepse nuk duhet të ulim nivelin dhe ta çojmë gremin. Prandaj them që ne sot duhet të kujdesemi dhe duhet të mbrojmë veten tonë duke mos u bërë viktim e lojës së Edi Ramës, që erdhi për atë demokracinë e famshme të munguar dhe sot i ka katandisur të gjithë burgaxhi nga 2013 deri më sot. Pra e kupton diferenca dhe 21 janari çfarë është? Është loja e fundit që Dumani bën për të shpëtuar nga ajo që ne themi gjithmonë nga presioni i partisë së tij. Zoti Dumani arrestoi Ilir Metën, Zoti Dumani arrestoi zotin Berisha, Zoti Dumani arrestoi Erion Velin, Zoti Dumani po merr këtë, sepse ta dini ju, për Partinë Socialiste është pothuajse karta e fundit e drejtësisë për të mbaruar atë lojë 12 vjeçare që Saliu që ka i keq dhe Edi Rama që ka i mirë dhe burri i shteti që çua të gjithë të tij në burg. E kuptove tani? Pra, korrupsion ka pas edhe kohën e Saliut, po s'ka pas drejtësi, ndërsa tani ka korrupsion, po ka edhe drejtësi sepse ka vendosur Edi Rama. Pra, e kupton tani se si është loja e famshme? Prandaj them që te 21 janari
e vetmja ngjarje, tani komentoni, e vetmja ngjarje që ka zbardhur, na pëlqen apo nuk na pëlqen për drejtësinë konkrete, e vjetër e re nuk na hyn punë, po ne do ta respektojmë sepse është vendim gjyqësor. U hetua, u gjykua, u dënua në kuptimin mori pafajësi, video e famshme i Ilir Metës, i vetmi që u gjykua në atë datë, pra në atë vit të asaj ngjarje, sepse këta për çfarë bërën? Bërën video skandal të stisur, se do ta kuptoj populli këtë gjë. Bërën videon dhe për shkak të kësaj video, ta 4 qytetarë që njëri në rrethet të ndryshme, tjetri nga Greqia, e kupton tani vjen tjetri nga Greqia për të shpëtuar edhe në demokracinë e Shqipërisë. E kupton tani ku kemi arritur. Dhe vjen ai këtu dhe në vend ai mos të ketë ndonjë problem me të ardhmen e vendit të tij, sakrifikoi jetën e tij për të bërë dëshmor për demokracinë në vend kur partia e tij bën marrëveshje me partinë kundërshtare që ka qeverisur në atë kohë. Prandaj rasti i zotit Meta është çështje e gjykuar dhe e mbyllur, zoti Dumani me rastin e 21 janarit dhe rastin e videos së zotit Metat dhe procedon zoti Meta për rastet e 2011-s. A e kupton ku kemi arritur? Pra ka humbur çdo gjë dhe çdo vlerë fakti që Spaku është një institucion i cili nuk është në nivelin e duhur. Avokat, unë të falenderoj për bisedën në studio dhe për opinionet. Ju falenderoj shumë për ftesën. Ishim me avokat Gylsen Zhlimën, folëm për disa zhvillimet e aktualitetit politik, një shkëputje dhe rikthehemi për bisedën tjetër. Gati, 3, 2, 1. Mirë, jemi rikthyer në këtë bisedë të dytë, në fakt do të përqendrohemi te Kosova për të diskutuar pak atë se çfarë ka ndodhur dje dhe çfarë pritet të ndodhë në fakt me dështimin e votbesimit të qeverisë Konjufca, duket se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme, zgjedhjeve të reja, zgjedhje pas zgjedhje, një situatë e tensionuar dhe si do dilet po themi nga kjo krizë. Unë kam kënaqësinë që të kem lidhje drejt për drejt me mua, ish deputetin e lëvizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi për të folur pikërisht për këto çështje. Adnan, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit shumë për mundësinë. Përshëndetje. Po e nisim në fakt nga lajmi, nga ngjarja kryesore që qeveria e propozuar dhe për të votbesuar me në krye Glauk Konjufcën nuk u votbesua në fakt. Mori vetëm 56 vota deputetësh në kuvendin e Kosovës. Ishte deri diku e pritshme, po themi, megjithatë një tentativë u bë edhe me mandatar Glauk Konjufcën. Tani së pari unë do doja të ndalesha pikërisht te kjo ngjarje dhe të gjitha ato se çfarë ndodhen në kuvendin e Kosovës, të gjitha diskutimet, por edhe diskutimet që patën palët, po themi, pasi përfundoi pikërisht edhe kjo përpjekje. Çfarë mund të më thuash për këtë gjë? Po, natyrisht seanca e djeshme, dje kishim 2 seanca të thirrura. Në pjesën e parë të ditës ishte thirrur seanca e zakonshme me disa pika të rëndit ditës që ndërlisin me adresimin e disa nevojave imediate për Kosovën, siç ishte miratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm, miratimi i planit të rritjes me Bashkimin Evropian dhe disa marrëveshje ndërkombëtare që bëhet fjalë për 100 miliona euro për të përfituar Kosova. Natyrisht opozita e bojkotoi seancën e parë, nuk mori pjesë dhe e pamundësoi kalimin e buxhetit duke rreziku shtetin e Kosovës nga një kolaps financiar, sepse siç e dim këtu në Kosovë, në rast të mosmiratimit të buxhetit për vitin pasus, vetëm 2 muajt e parë mund të kemi një mundësi të alokimit të shpenzimeve, ndërkohë që nga 1 marsi nëse s'ka buxhet të miratuar, futemi në një krizë financiare ku nuk do të kemi as paga për shërbimet publike, as pensione. Do flasim edhe për buxhetin, do vijë edhe te buxheti. Po, në ndërkohë në pjesën e dytë të ditës kishim seancën për votimin e qeverisë Konjufca. Ishte dita fundit e afatit 15 ditor nga momenti i mandatimit nga presidenti i Republikës. Gjitha këto ishin natyrisht përpjekjet tona për të krijuar qeverinë dhe për të krijuar institucionet dhe për të shmangur, siç e kemi thënë publikisht, 2 palë zgjedhje në më pak se 3-4 muaj, sepse në pranverën e hershme të vitit të ardhshëm ne do të kemi sfiden për të zgjedhur presidentin ose presidenten e Republikës dhe kësaj ne ofruam, jo pse nuk donim ose nuk ishim të gatshëm ose të interesuar për zgjedhje të parakohshme, por thjesht besonim
që nuk është as e dobishme, as e drejtë, madje edhe dëmton edhe buxhetin shtetëror të Kosovës, duke mbajtur dy po zgjedhje në një periudhë më pak se sa 4-5 muajsh, dhe ishim të interesuar për një qeveri të kufizuar në kohë që miraton buxhetin dhe merr këto vendime të cilat ishin rendite dje, dhe natyrisht në mars të vitit të ardhshëm shkojmë në zgjedhje të parakohshme dhe dalim para qytetarëve. Por opozita refuzoi, domethënë, edhe qeverinë Konjusa, siç kishte bërë edhe me qeverinë Kurti, dhe ishte rrjedhoi e një plani të menduar mirë nga opozita si strategji e veprimit politik për ta bllokuar vendosjen që nga 15 prill i këtij viti, domethënë. Në fakt, domethënë, cila është, po themi, rruga që ngelet tani për të bërë pasi dhe kjo, po themi, dështoi? Tashmë nuk ka rrugë tjetër përveç se zgjedhjeve të parakohshme, jo vetëm si kërkesë politike, por edhe si rrjedhoi kushtetuese dhe juridike. Kuvendi i Kosovës ka pushuar së ekzistuarin, domethënë nga mbrëm, nga sot. Kuvendi i Kosovës shpërndahet me automatizëm praktikisht nga në momentin kur dështon zgjedhja e qeverisë pas përpjekjes së dytë në afate të përcaktuara.